Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet tona janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Të gjithë ne duam të ndryshojmë. Në ndajet tona, në takimet tona, në muhabetet tona, jo rrallë e debatojmë këtë çështje për shkak të rëndësisë së madhe, apo edhe për shkak se sot dinamika e jetës na ka imponuar një formë të ndryshme të organizimit shoqëror, një formë që ndoshta edhe nuk na shkon shtati. Prandaj ndihemi keq për këtyre ndryshimeve të shpejta dhe të shumta, kështu që jo rrallë diskutojmë se çfarë mund të bëjmë në mënyrë që ato vlerat ose ato traditat e bukura ose ato sjelljet që kanë qenë mesin tonë dhe për të cilat ne jemi përmendur për të mirë, t'i kthejmë sërish. Ne sot, të nderuar teleshikues, para jush do të ofrojmë disa këshilla të cilat janë të rëndësishme sa i përket ndryshimit shoqëror. Nga se, siç mund edhe ta vrejmë, ky ndryshimi që ne nuk po e pëlqejmë fare, nuk ka lënë shtresë të shoqërisë pa e prekur. Prandaj ne këshillat që do t'i ofrojmë sot dhe të cilat janë të një asketi Hakim Tirmidhiut, janë të atilla që sikur bën një lloj edukimi të shoqërisë shtres pas shtrese. Pra, prekim pothuajse çdo shtresë të shoqërisë, prandaj edhe janë të rëndësishme. Siç përmendet, Hakim Tirmidhiu ka thënë kësaj: ndryshimi ose përmirësimi i 5 grupeve të njerëzve është në 5 gjëra. Fëmia ndryshon në mejtep, i riu ndryshon me dije, plaku ndryshon duke qëndruar në xhami, gruaja ndryshon duke qëndruar në shtëpi dhe keqbërësi ndryshon, përmirësohet duke qëndruar në burg. Pra, janë 5 kategori të shoqërisë, janë 5 shtresa të shoqërisë të cilat kanë nevojë që të ndryshojnë. Dhe ndryshimi, sipas kësaj që ka përmendur ky asket, është në këto gjëra të cilat ne me lejen e Allahut te bareke u teala do të mundohemi që t'i shpjegojmë njërin pas tjetrës. Të nderuar vëllezër, ndryshimi i parë ose shtresa e parë që Hakim Tirmidhiu ka përmendur që duhet të ndryshojë, të përmirësohet, është shtresa më ndjeshme, do të thosha, e shoqërisë. Janë fëmijë të cilët ende nuk kanë arritur moshën, madje edhe për të shkuar në shkollë fillore. Hakim Tirmidhiu ka porositur që ne këtë shtresë të shoqërisë ta edukojmë, ta ndryshojmë duke i dërguar në mejtep. Para se të shpjegojmë rëndësinë e mejtepit, dhe kam përzgjedhur këtë term për shkak se është edhe i njohur në mesin e popullit, dhe para se të shpjegoj se çfarë në të vërtetë nënkupton mejtepi, çfarë lloj institucioni ka qenë ose i cilit nivel ka qenë, fillimisht do doja, të nderuar vëllezër dhe motra, t'ju kujtoj për përgjegjësinë e madhe që ne kemi si prindër për t'i edukuar fëmijët tanë. Edhe në Kur'anin famad dhe edhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ne gjejmë udhëzime shumë të çmuara dhe të vyeshme, të cilat na udhëzojnë që ne t'i edukojmë fëmijët tanë ashtu siç është më së miri. Allahu në Kur'anin famad, në kapitullin Tahrim, ka thënë: Ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruajeni veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri i xhehenemit. Siç kanë përmendur dietarët, ruajtja bëhet duke i edukuar. Pra, nëse ne i edukojmë fëmijët tanë, nëse ne merremi me fëmijët tanë,
atëherë i bie që ne i kemi ruajtur nga zjarri i xhehenemit. Pra, roli i prindit nuk është thjesht në sigurimin e gjërave materiale, në sigurimin e rrobave, ushqimit, në sigurimin e këtyre gjërave që ndonjëherë fatkeqësisht ne mendojmë se është i vetmi detyrim që kemi ka shityrë. Jo, roli i prindit, madje primar, është që t'i edukoj ata. Në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam ne mësojmë për rolin orientues të prindit sa i përket fëmijës. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë se cili fëmijë që lind në natyrshmërinë e pastër, pra lind pa ndikime nga jashtë, ka mundësi që ti përgjigjet të vërtetës nga vetë natyra e tij. Mirë po janë prindrit ata që më pas e bëjnë hebre, e bëjnë të krishterë, ose e bëjnë zjarrputist. Pra, ata që e kanalizojnë jetën shpirtërore të një fëmije janë pikërisht prindrit. Dhe nëse prindrit nuk janë në rrugën e drejtë, kjo nënkupton se ata do ta drejtojnë, do ta orientojnë fëmijen ka ajo që është e gabuar. Prandaj është thirrje, është mësim që nxirret nga kjo porosi profetike që ne të edukojmë fëmijët tanë, të edukojmë në frymën e mirëfillt, sepse roli ynë është jo thjesht rol kujdestar, jo thjesht në sigurimin e gjërave materiale, por edhe në orientimin e tyre shpirtëror dhe vleror. Për këtë arsye, ne gjejmë veç mas tek brezat e parë një përkushtim të jashtëzakonshëm. Dhe Zoti e di mbase pikërisht edhe në bazë të këtij përkushtimi që prindrit kanë pasur për fëmijët e tyre, ne kemi në 3 shekujt e parë aq shumë dietarë të mëdhenj, dietarë të cilët kanë vënë themelet e shkencave, dhe jo vetëm dietarë që kanë vënë themele edhe të qytetërimit dhe civilizimit. Prandaj në porosin e Hakim Tirmidhiut ne gjejmë të këshillën që këtë udhëzimin, këtë rekomandimin që ne t'i dërgojmë fëmijët në mejtep. Mejtepi ka qenë një institucion që, siç përmendet në burime të ndryshme, daton që nga koha e Omerit radiallahu anhu. Ka qenë një institucion cilin kanë shkuar fëmijët e vegjël. Mund quhet institucion parashkollor ose fillor i ulët. Pra, ka qenë fillimin cilin fëmijët nuk janë ngarkuar me detyra të shumta, nuk janë ngarkuar me lëndë të shumta, nuk janë ngarkuar me materiale të shumta, ka qenë ciklin cilin ata kanë mësuar edukatën, kanë mësuar sjelljet, madje ato porositë që ne i gjejmë tek të parët që së pari edukatën e pastaj shkencën, janë të materializuara pikërisht në këtë qasje, në këtë praktik që ka qenë edhe shoqërore edhe institucionale. Pra mejtepi ka qenë vend në cilin fëmijët kanë mësuar Kur'anin famadh, kanë mësuar etikën, kanë mësuar sjelljet. Mejtepi ka qenë një vend që është fokusuar tek formimi shpirtëror i fëmijëve. Për shkak të ndikimit që ka pasur, mejtepi është mbikëqyrur drejt për drejt nga shteti. Pra, nuk ka qenë një institucion që nuk është marrë në konsiderat nga shteti, përkundrazi, ka pasur disa kushte të jetë interesante. E para, është kërkuar që mejtepi të jetë në një vend të frekuentuar, ku mund të përcillet puna e mësuesit. E dyta, jo çdo kush ka pasur mundësinë që ta ushtrojë këtë detyrë të mësuesit, të edukatorit. Është dashur që t'jeti dalluar veçmas për vlera, nga se në këtë nivel të edukimit fëmijët kanë marrë edebin, kanë marrë edukatën, kanë marrë etikën dhe jo shkencën. Prandaj është kërkuar që edukatori të jetë i dalluar për vlera. Shteti ka pasur një zyrtar që është quajtur muhasib, i cili
e ka mbikëqyrur punën e këtyre institucioneve, në mënyrë që veçmas të mos lejoj që edukatori t'i rrahë nxënësit apo të ushtroj dhunë ndaj tyre. E veçantë e këtyre institucioneve ka qenë se ato janë ofruar për të gjitha shtresat. Ka pasur institucione parashkollore ku kanë mësuar fëmijët që ndoshta kanë qenë prindërit e tyre mirë materialisht. Mirë po edhe ata fëmijë që nuk kanë familjet e tyre nuk kanë gëzuar të mira materiale, kanë pasur të drejtën që të vijojnë mësimet në këto institucione, veçmas ata që kanë qenë jetim, për shkak se obligimet e tyre janë mbuluar drejt për drejt nga shteti. Aq shumë i kanë kushtuar rëndësi kësaj forme të edukimit, saqë dietarët, siç përmendëm më parë, kanë kurzuar që edukatori të jetë një njeri i dalluar për vlera, një njeri që meriton të jetë pasqyrë edukative për nxënësit që do të shkojnë tek ai. Prandaj ne gjejmë për shembull Mujahidin, gjejmë po kështu edhe me Kulin, të cilët kanë thënë, nëse një edukator nuk tregohet i drejt me secilin prej nxënësve që e ka në mejtepin e tij, atëherë ai para Allahut do të delë si zullumçar. Pra, nuk do t'jeti drejt, do t'jetë prej atyre që do t'kenë dënim tek Allahu te bareke ve teala, nga se nuk është treguar i drejt me fëmijët. Këshilla e dytë, të cilën Hakim Tirmidhiu e ofron për ndryshim, ka të bëjë me një kategori tjetër të shoqërisë, me rinin, që siç e dini, rinia ka një rëndësi të madhe. Jo rastësisht në të gjitha shoqëritë dhe përgjatë gjithë historisë, rinisë i është kushtuar rëndësi e madhe, nga se janë ata që janë pikërisht bartës të proceseve, do thosha më të rëndësishme historike. Janë ata që ju prinë revolucioneve të ndryshme, janë ata që bartin proceset ndoshta më me rëndësi për pavarësimin e një vendi dhe një shteti. Prandaj i është kushtuar rëndësi të jetë e madhe. Dhe pikërisht që kjo shtresë e shoqërisë të jetë e formuar ashtu siç duhet, Hakim Tirmidhiu porosit që këta t'i kushtojnë edhe kohë më të madhe dijes. Nga se nëpërmjet dijes ata arrin që të kenë formimin e duhur, arrin që proceset cilat i kanë barë në shpinën e tyre, t'i përcjellin me përgjegjësinë dhe amanetin më të madh të mundshëm. Prandaj, të nderuar vëllezër, nëse ne e lexojmë Kur'anin dhe i lexojmë hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam, do të gjejmë se sa rëndësi e madhe i është kushtuar pikërisht rinisë. Sa rëndësi e madhe i është kushtuar formimit të tyre shpirtëror dhe vleror. Allahu te bareke ve teala e ka përmendur baban e pejgamberëve, Ibrahimin alayhis salam, i cili si i ri ka shkuar dhe ka demantuar, ka zhvlerësuar besimin në idhuj. Sigurisht se e keni dëgjuar rrëfimin e tij, rrëfimin kuranor, se si ai ka shkuar dhe i ka thyer idhujt, putat, ato statuejat e bëra nga guri ose druri, i ka thyer njërën pas tjetrës. Dhe kur kanë pyetur se kush mund ta ketë bërë këtë, është thënë që e kanë dëgjuar një djalosh. Pra Ibrahimi alayhis salam është përshkruar si një djalosh, mu ashtu siç ka thënë Allahu në Kur'an, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ne e kemi dëgjuar një djalosh i cili ka folur për statuejat dhe emri i cilit është Ibrahim. Pra Ibrahimi alayhis salam ka qenë i ri dhe me atë forcën shpirtërore dhe fizike që ka pasur, me elanin, me vullnetin, me dëshirën e zjarrt për një besimtari që vetëm Allahu të adhurohet, ai ka shkuar dhe i ka thyer këta idhuj
pa pasur frikë ndëshkimin ose pasojat që mund të godasin. Kështu Allahu xhallahu ala edhe në vende tjera na përmend, na sjell rinin se një grup shoqëror, cilët janë të gatshëm për sakrifikuar, cilët kanë lënë pas vete heroizma të mdhenj, heroizma madhështor, të cilët edhe sot e kësaj dite vazhdojnë që të jenë model dhe shembuj për besimtarët. Për shembull, Allahu në kaptinën Kehf, kaptina e shpellës, përmend një grup të besimtarëve që kanë shkuar dhe janë strehuar në shpellë. Dhe pikrisht nga kjo ngjarje, nga ky strehim i tyre, edhe është emërtuar kaptina. Ka thënë Allahu: "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ata janë djelmosha, janë të rinë, që e kanë besuar Allahun dhe ne ua kemi shtuar besimin dhe i kemi përforcuar në udhëzim. Pra kanë qenë djemë të ri që për besimin e tyre në Allahun xhallahu ala janë larguar nga familjet, janë larguar nga shtëpit, dhe Allahu xhallahu ala në këmbim si shpërblim për atë që kanë bërë, e ka përjetësuar rrëfimin e tyre, e ka përjetësuar tregimin e tyre, dhe deri në ditën e llogarisë i ka sjell si shembuj, si modele për besimtarët të cilët duan ta ruajnë besimin e tyre me çdo kusht. Po kështu Allahu te bareke ve teala për Jahjan alayhis salam, për pejgamberin e tij, pejgamberin Jahja, ka thënë: "Wa ataynahu al-hukma sabiyya." Ne i adham urtësin duke qenë ende i ri. Pra, pejgamberi i Zotit ka qenë i ri, Muhamedi alayhi salatu wassalam në moshë të re, në moshën 40 vjeçare, Isa alayhi salam po kështu në moshë të re, dhe kjo ka bërë që Ibn Abbasi, Allah qoftë i kënaqur me të dhe baban e tij, të thotë se Allahu nuk i ka dhënë dije një robi vetëm se duke qenë i ri, sepse i tërë hajri është në rini. Pra, rinia duhet të edukohet në mënyrë që këto proceset historike të cilat i bartin, këto sakrificat që i ofrojnë, të jenë ashtu siç kërkohet nga Allahu te bareke ve teala. Prandaj edukimi i tyre është i domosdoshëm. Nëse rinia nuk edukohen, atëherë mund që Allahu na ruaj potencialin, energjinë, vullnetin që ne kanë, ta kanalizojnë në harame dhe jo në halal. Dhe nga këtu ne gjejmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili kur përmend 7 grupet e besimtarëve që në ditën e llogarisë do të jenë të dalluar prej tjerëve, do të jenë në hijen e arshit të Allahut xhallahu ala, përmend edhe një i ri, zemrat cilet ka qenë e lidhur me xhami. Pra njëri që e ka kërkuar dijen fetare, njëri që është lidhur me Allahun, njëri që ja ka dedikuar veten e tij Allahut te bareke ve teala. Prandaj nderuar vëllezër, ne kemi nevojë që rinin ta edukojmë me dije, sepse ndryshimi i tyre pozitiv ndodh vetëm në bazë të dijes së dobishme. Ne po bëjmë një pauzë të shkurtër këtu për të rikthyer sërish me lejen e Zotit me këshillat e Hakim Tirmidhiut. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me shpjegimin e këshillave të Hakim Tirmidhiut. Shtresa e tretë ose kategoria e tretë cilën Hakim Tirmidhiu na porosit që ta ndryshojmë është kategoria të vjetërve, dhe për ndryshimin e tyre pozitiv ai përmend xhamin. Pra, xhamia është një vend në cilin kjo mosh ose kjo shtresë e shoqërisë, të them më mirë, arrin që të ndryshoj pozitivisht dhe arrin që ta rigjej veten e tij. Është interesante se në tekste fetare e veçmas në hadithe ne gjejmë disa trajtesa të veçanta sa i përket kësaj shtrese. Po flas këtu në aspektin e vlerave. Një i moshuar, i cili ka bërë 60 vite jetë,
nuk justifikohet dhe nuk arsyetohet për veprimet e pahishme që mund t'i bëjmë. Dhe pikërisht për shkak se e ka moshën, e ka përvojën, nuk i ka ato motivet që mund t'i ketë njeri veç mas saj përket çështjes së epshit, gabimet e tij ndonjëherë trajtohen më ashpër se sa që trajtohet gabimi një triu. Për shembull, mëkati i kurvërisë është mëkat në gjitha rastet i rënë. Mirë po në rastet e një të moshuar i cili nuk ka motivet që ka njëri, atëherë mëkati i tij konsiderohet trajtohet edhe më ashpër dhe dënimi do të jetë edhe më i madh për të. Prandaj xhamia është vendi në cilin një i moshuar arrin që ta gjejë veten e tij, arrin që ta gjejë rrugën e drejtë, arrin që thjesht të përmirësohet. Nëse ne i referohemi teksteve kuranore dhe teksteve profetike, arsye pse duhet qëndruar në xhami dhe pse xhamia është vendi në cilin një vjetër ndryshon, është për shkak të edukimit që ndodh brenda xhamisë. Allahu ka thënë kësaj: fi buyutin edhin Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Në xhamit që janë ngritur me urdhrin e Allahut dhe në cilat përmendet emri i tij, ata e madhrojnë Allahun në mëngjes dhe mbrëmje. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Janë burra të cilët tregtia dhe shitblerja nuk mund t'i largojë nga përmendja e Zotit, wa iqamis salat wa ita'iz zakat, falja namazit dhe dhënia e zakatit. Pra xhamia është vendi në cilin njeriu i kujtohet se përmendja e Zotit është absolutisht mbi çdo gjë tjetër. Është vendi në cilin i përkujtohet se namazi dhe zakati janë parsore dhe se asgjë nga këto gjërat materiale, qoftë tregti, qoftë shitblerje, nuk duhet që ta bëj atë të largohet nga feja Allahut te bareke wa taala. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Në xhami besimtarët mësojnë për frikën, për një ditë në cilën do të dalin për dhënë llogari para Allahut te bareke wa taala. Pra në Kur'an është përshkruar ditën në cilën zemrat dhe shqetësimet do të jenë të shqetësuara. Pra është dita e llogarisë. Prandaj ne në xhami mësojmë për përmendjen e Allahut xhallahu ala, mësojmë për namazin që është detyrimi më i madh menjëherë pas shahadetit, mësojmë për zakatin që është shtyllë për shtyllave të fesë dhe arrijmë që personalitetin ta ndërtojmë në atë formë që absolutisht përveç Allahut ne nuk e kemi frikë askën. Prandaj porositet që edhe i riu, edhe i vjetri të qëndrojnë në xhami pikërisht për shkak të, nëse mund ta quaj, kësaj gdhendje morale që bëhet në xhami. Qëndrimi në xhami bën që besimtarët të jenë të pastër, të jenë të pastër shpirtërisht. Allahu ka thënë kësaj: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Xhamia që është ngritur mbi themelet e devotshmërisë që nga dita e parë, është më meritore që ti të qëndrosh në të. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Në xhami janë burra të cilët duan që të pastrohen dhe Allahu i do të pastrit. Pra në xhami krahas atyre mësimeve fetare që marrin për dhikrin, për namazin, për zakatin, ne gjejmë edhe burra të cilët dallojnë nga të tjerët absolutisht. Ata që janë të lidhur me Allahun xhallahu ala, ata janë të veçantë, janë të pastër në çdo aspekt.
ata janë që kanë fituar dashurinë e Allahut te bareke wa taala. Prandaj edhe frekuentimi i xhamive, shkuarja në xhami, jo rastësisht është llogaritur si treguesi besimit. Ai që shkon në xhami, ai që i fal namazet në xhami, ai që përkujdeset për xhamit që i mirëmban xhamit, ai në fakt është prej atyre që e besojnë Allahun te bareke wa taala, siç ka thënë Allahu në Kur'an: "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir." Vërtet, ai që përkujdeset për xhamit e Allahut, ai që shkon, i viziton, i ndërton, i mirëmban ato, është ai që beson Allahun, ai që beson ditën e llogarisë, ai që fal namazin e jep zakatin, walam yakhsha illa Allah, dhe që absolutisht askënd përveç Allahut te bareke wa taala nuk e ka fri. Prandaj në xhami të nderuar vëllezër, ne mësojmë edhe për këtë formim tonin shpirtëror dhe edukativ. Xhamia ka një rëndësi të veçantë për të vjetrit, edhe për faktin se në të mund të kenë edhe përfitime shëndetësore. Është përmendur që përsëritja e kaptinave kuranore ndikon që sëmundja harresës të jetë, të mos jetë ndoshta fare pranishme tek një njeri. Po kështu edhe lëvizjet që i bën gjatë namazit, edhe pse nuk janë synim kryesor i namazit, ato janë përfitime shtesë që një besimtar i merr nga namazi dhe që për një të moshuar kanë një rëndësi të jetë veçantë. Të nderuar vëllezër, shkojmë tutje me këshillën që ka dhënë Hakim Tirmidhiu, me këshillën e radhës, dhe në cilën neve na udhëzohemi, neve na japin instruksione që për të bërë ndryshimin e gjinisë femërore, do thosha të pjesës më të ndjeshme të shoqërisë, atëherë udhëzimi është që gruaja duhet të qëndrojë në shtëpi. E kam të qartë dhe e kam parasysh që në momentin që e kam thënë këtë fjalë, dikujt mund t'i shkoj ndërmend se kinsefeja po e shtyp ka femrën, kinsefeja po i shkel ka të drejtat e femrës, kinsefeja nuk i pohon, nuk i konfirmon të drejtat e femrës, gjë që nuk ka të bëj absolutisht as me Islamin dhe as me të vërtetën. Është e tepërt përsëritet këtu ajo që ndoshta e kemi thënë ne, e kanë thënë edhe të tjerët, se Islami ka meritat për ndryshimet nismëtare që janë bërë sa i përket respektimit të femrës. Prandaj nuk ka njeri në këtë botë që mund t'i referohet Islamit për të argumentuar se kinse Islami e shtyp dhe e shkel të drejtën e femrës. Absolutisht jo. Nëse sa për ilustrim Islami ka konsideruar që njeriu që meriton absolutisht respektin primar dhe prioritar është femra, është nëna. Madje e meriton kashi babait, e meriton tërëfishin e respektit të tij. Prandaj thuhet se Islami e kufizon femrën, i shtyp të drejtat e saja, është ignorancë e llojit vet. Ajo që Islami kërkon është që femra të ruhet, nga se mendoj që sot në kohën tonë nuk ka nevojë të argumentohet se sa shumë i ekspozohet femra ngacmimeve seksuale. Para disa ditësh lexoja për një statistikë interesante që në një prej universiteteve, ndoshta edhe të njohura, 90% e femrave i ekspozohen ngacmimit seksual. 90%, dhe kjo është shifër të jetë shqetësuese për faktin se
bëhet fjalë për diçka që ndoshta mund të ketë pasojën të ardhmen e afërt, pasoja të jetë mëdha. Prandaj fakti që Isami, nga se kjo që ka thënë Hakim Tirmidhiu në të vërtetë është këshill kuranore, fakti që feja kërkon që femra të qëndrojnë në shtëpi është thjesht për ta ruajtur nderin e saj. Allahu ka thënë në Kur'an: "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Qëndroni në shtëpitë tuaja dhe mos dilni dhe mos u zbuloni dhe mos tregoni solit zbukurimet tuaja ashtu siç kanë bërë gratë e periudhës ignorante. Pra, nga femra kërkohet që ta ketë dinjitetin e saj, ta ketë personalitetin e saj, të kujdeset për vlerat e saj, duke qëndruar në shtëpi, ajo thjesht e ruan nderin e saj, ndryshe nuk është se feja e mbyll atë, e burgos atë, nga se Muhamedi alayhis salam ka thënë për shembull për namazin: mos i pengoni gratë nga shkuarja në xhami. Ka të drejtën e saj që të shkojë dhe të falet në xhami. Ka të drejtën e saj për çdo nevojë elementare, për çdo nevojë të arsyeshme të del nga shtëpia. Thjesht qëndrimi i saj në shtëpi është këshill që ajo të jetë më e mbrojtur. Gruaja ka vlerë, gruaja është e çmuar, prandaj këshilla që ajo të qëndrojë në shtëpi është thjesht që vlera e saj të mos bie dhe ajo të vazhdojë që të jetë e çmuar. Këshilla e fundit që Hakim Tirmidhiu ka përmendur ka të bëjë me një kategori të shoqërisë, e cila ka ekzistuar gjithmonë dhe do të ekzistojë. Është fjala për ata që shkelin ligjin, ata që bëjnë shkelje të qëllimshme, ata që janë keqbërës, që janë gabimtar. Sigurisht se këshilla që ka dhënë Hakimi, që kjo kategori të përmirësohet duke qëndruar në burg, pra duke u ndëshkuar për veprimet që kanë bërë, e ka rëndësinë e saj, edhe nga perspektiva fetare. Dhe doja t'ju kujtoj të nderuar vëllezër që Islami si fe ndonë se fokusohet tek edukimi i brendshëm, tek ndërgjegjësimi. Megjithatë, ligjin e ka prioritet. Madje Allahu ka quajtur jetë: "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Në aplikimin e ligjeve ju keni jetë. Pra, aplikimi i ligjit e veçmas i ndëshkimeve është jetë. Është jetë dhe ne për këtë arsye në tekstet të shumta fetare gjejmë përmendjen e masave ndëshkuese për gabime dhe për gjunahet të ndryshme. Dhe këto e kanë rëndësinë e vet. Pra, jo vetëm ndëshkimi në botën tjetër, jo vetëm ndëshkimi në xhehenem, mirë po edhe përmendja e ndëshkimeve përkatëse për gabimet që bëhen ka ndikimin e vet. Do doja para jush që të sjell një konstatim brillant të sahabiut të nderuar Uthmanit, Allah qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë: Allahu nëpërmjet ligjit frenon një të keqe më shumë se që e frenon nëpërmjet Kur'anit. Pra, ndonjëherë ato këshillat që ne i japim për kujtimi për pasojat në botën tjetër të një mëkati, mund të mos kenë efektin e duhur, nga se disa njerëz kanë ndërgjegje të prishur. Prandaj në rastet e këtilla, kur fjala, kur këshilla nuk kanë dobi, atëherë ajo që neve na mbetet është që të strehohemi tek ligji, të drejtohemi ligjit, nga se në aplikimin e ligjit ka jetë. Në aplikimin e ligjit bëhet frenimi i mëkatarëve. Ta zëm, nëse për vrasjen e qëllimshme është ndëshkimi vrasja që kryhet vetëm nga ana e shtetit, dhe këtu do doja që ta përsëris para jush të nderuar vëllezër dhe motra se i vetmi që ka të drejtën e ekzekutimit të kodeve penale është shteti.
jo individët. Prandaj kur ne i kujtojmë për shembull ato ndëshkimet që mund të jenë për gabime, për shkelje të caktuara, atëherë ato neve na frenojnë nga e keqja. Edhe këtë e ka thënë pikërisht edhe Ibn Kajimi, Allahu mëshiroft, i cili ka thënë kësaj. Në qoftë se përkujtimi i pasojave të mëkateve në botën tjetër nuk të zbraps nga mëkatet dhe nuk lën ndikim në zemrën tënde, atëherë përkujtoji dënimet që Zoti dhe i dërguari i tij i kanë caktuar për mëkatet në këtë botë. Pra, përkujtoje burgun, ku mund që të privosh nga liria, ku mund që të qëndrosh tërë jetën tënde deri në vdekje, dhe sigurisht se kjo do të ndaloj nga e keqja. Të nderuar vëllezër, para se ndahemi, do dojmë që t'ju kujtojmë se ne nëpërmjet kësaj këshille të bukur dhe të çmuar të Hakim Tirmidhiut, arritëm që të evidentojmë 5 kategori të shoqërisë, të cilat kanë nevojë të madhe për ndryshim dhe 5 mënyra se si ndodh ndryshimi. Fëmijët ndryshojnë duke i edukuar në mektep, të rinjt ndryshojnë duke i edukuar me dije, të vjetrit në xhami, gratë duke qëndruar në shtëpi dhe keqbërësit duke marrë ndëshkimin përkatës. Allahun e lutim që Allahu të na udhëzojë në rrugën e drejtë, Allahu të na bëj prej atyre që janë të edukuar, prej atyre që nuk i ndahen rrugës së tij dhe deri në takimin ton të radhës. Allahun e lutim që neve dhe juve na ketë në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.